Ky ishte liçeni i Sharkës dhe për t'ju sqaruar që jo i Sharkës, se më kishin shkruar që është i Sharkës. Pak ecje me atlete të bardha, po nuk doja të më prishej dita, kështu që po shikoja edhe këtu, po eksploroja, reja në përshëndeti, përsëri më shkuan syt aty, dhe kjo është pamja që ju pret në këtë liçen, që mua më pëlqeu shumë, sepse ishte hera e parë dhe ne eksploruam vetëm nga mapsi. Pamja si çdo liçen shumë e bukur, gjëja më e veçantë ishte që s'kishte njerëz dhe duke që nuk ishte eksploruar shumë. Prandaj dhe kjo ishte gjëja që mua më tërhoqi dhe kam shumë dëshirë të vi përsëri. Kjo pamje ishte si nëpër filma, jam ndier vërtet sikur po përjetoja diçka magjike mes këtij bari të lartë. U fiksova pak me këtë pemën, kisha bërë një orë video, sepse ishte bërë verdh. Dhe si që shikoni e kam zmadhuar pak, sepse më pëlqen dhe kisha pak frikë, kam frikë në tek bari i lartë që unë të futem. Këtu mund të bëni shumë gjëra, mund të luani futboll, mund të bëni piknik shumë të bukur. Me sa duket këtu më parë kishte qenë një restorant, që do të thotë ishte edhe moli, po ka dhe tavolina që ju mund të ushqeni, tavolina të mbuluara dhe merrni për shembull një. Përsëri hapësira të bukura për të eksploruar dhe tavolinë. Ne këtu u ankoruam, le të themi, ndetëm pak më shumë, sepse patëm kënaqësinë të ndezim një zjarr të mirë, dhe për 40 minuta, pastaj e fikëm me ujin e Reas, që dhe të mund të shëtisnim sa më shumë. Kjo ishte rruga e kthimit, si që shikoni do pak kujdes, dhe tani ju kam bërë një video, këtu jemi duke shkuar në Vor. Bye, next time!